Në shtëpinë Muze Kongresi i Lushnjës u hap sot një ekspozitë e veçantë me punimet më të mira në pikturë nga nxënësit e talentuar të shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë, kushtuar Kongresit të Lushnjës. Ky aktivitet i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve vazhdon kalendarin e veprimtarive të përgatitura nga kjo qendër për Kongresin. Aktiviteti sotëm është në kuadër të ditëve të Kongresit të Lushnjës, ku siç edhe ju e shikoni janë punimet e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare, të cilat janë të ekspozuara në shtëpinë Muzeut të Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Ky aktivitet vjen edhe si veprimtari e kalendarit të veprimtarive të QKF-s, por edhe në bashkangjitur ditëve të Kongresit, siç e thash më lart, ku bashkia ka organizuar në nder të këtij kongresi. Vjen si vazhdimsi mbas krosit masiv, i cili u zhvillua në datën 23, po në nder të Kongresit Kombëtar të Lushnjës, ku gjej rastin që të falenderoj edhe një herë fëmijët, megjithëse me këtë kohë virozash, morën pjesë edhe na përfaqësuan ndëjësisht. Vetë nxënësit treguan se ekspozita për Kongresin e Lushnjës ishte e rëndësishme për ta, pasi e sollën për publikun me imagjinatën e tyre të lirë, me një botë të pasur emocionesh dhe ngjyrash. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, vlerësoi talentin e nxënësve dhe theksoi rëndësinë e këtij kongresi. Kjo është thjesht një ekspozitë pjesëmarrëse ku fëmijët e qytetit tonë, e bashkisë sonë, shprehin ndjenjat e tyre me anë të ngjyrave, me anë të penës, me anë të lapsave, për ndjeshmërinë që kanë për këtë kongres kombëtar që ngadalë po merr vlerat e duhura siç i takojnë këtij kongresi. Aktiviteti u ndoq me interes nga prindër, mësues, nxënës dhe dashamirës të artit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur 2 ditë.